Një pjesë e konsiderueshme e rrugëve të qytetit të Vlorës ndodhen aktualisht në gjendje problematike për shkak të punimeve që po kryhen për projektin e ri të shtrirjes së rrjetit të ujësiellësit. Punimet që kanë nisur prej disa muajsh në kuadër të modernizimit të infrastrukturës së ujit të pishëm kanë sjellë hapjen e shumë kanaleve dhe gropave në përlagje, duke vështirësuar ndjeshëm qarkullimin e automjeteve dhe këmbësorëve. Në disa zona të qytetit, kompania që po zbaton projektin ka përfunduar një pjesë të punimeve, duke mbushur gropat dhe duke rifilluar procesin e asfaltimit të rrugëve. Megjithatë, në disa segmente të tjera, veçanërisht në lagjet Çole dhe 1 Maj, situata mbetet problematike. Kanalet të gjata dhe të thella janë lënë të hapura prej javësh, pas një sinjalistik paralajmëruese, duke përbërë rrezik për drejtuesit e mjeteve dhe kalimtarët. Nga ana tjetër, përfaqësues të Bashkisë së Vlorës kanë kërkuar nga kompania ritme të larta në drejtim të rikthimit të rrugëve në gjendjen e mëparshme. Ata kanë kërkuar mirëkuptimin e qytetarëve, duke theksuar se çdo segment i prekur do të rikthehet në gjendjen e mëparshme mbas përfundimit të punimeve. Megjithatë, banorët kërkojnë që ritmet e punës të përshpejtohen dhe rrugët të mos mbeten të hapura për një kohë të gjatë. Sipas tyre, përveç shqetësimit që krijojnë në përditshmëri, gropat dhe kanalet e pambyllura dëmtojnë edhe automjetet dhe pengojnë qarkullimin e tyre. Ndërkohë pritet që kompania zbatuese të intensifikojë punën në javët në vijim për të përmbyllur fazat e mbetura të projektit dhe për të garantuar rikuperimin e rrugëve në mënyrë që qyteti Vlorës të rikthehet në normalitet. Megjithatë, investimi që po zhvillohet në rrjetin e ujësiellësit me shumë gjasa do të përmbyllet vitin që vjen, por kompania duhet që të përshpejtojë punimet në drejtim të rikthimit të rrugëve në gjendjen e mëparshme dhe jo t'i lërë gropat të hapura për javë të tëra. Ndërsa në disa rrugë të tjera të qytetit, kompania është duke punuar për të rikthyer rrugët në gjendjen e mëparshme, por është në hapin e parë në atë të hedhjes së ziftit dhe nuk dihet se përse punimet po i zvarit për sa i përket hedhjes së asfaltit.